Ne tashmë e kemi ndërmarrë iniciativën dhe kontaktet, takimet dhe bisedimet do t'i fillojmë porsa të dihet se kush sa ka fituar dhe cilët deputet saktësisht kanë fituar. Brenda kësaj jave një gjë e tillë bëhet e mundshme dhe natyrisht që ne nuk do të presim që një herë të dështoj koalicioni PAN e më pas ne të fillojmë. Ne do të fillojmë qysh tash. Koalicioni PAN është koalicion me heterogenitet partish dhe me heterogenitet edhe brenda partive të cilat e përbëjnë atë. Ta zëm brenda Partisë Demokratike të Kosovës ka shumë deputet të cilët janë edhe adhetare, kombëtare, pra e duan bashkimin kombëtar, ka të tillë që janë socialdemokrate të majt, por e kemi edhe partinë Nisma e cila është përcaktuar si socialdemokrate dhe unë besoj tash jo çdo deputet aty do të jetë i gatshëm që ta braktis atë orientim për shkak të një pushteti të premtuar më herët. Në bazë të një aktgjykimi të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, qeverinë e formon subjekti, koalicioni apo partia fituese e zgjedhjeve. Ju si vetëvendosje dolët e dyta nga zgjedhjet e 2017-s. Do t'i kërkoni mandatin për formimin e qeverisë presidentit Hashim Thaçi? Teknikisht ai do t'ja ofroj këtë gjë koalicionit PAN dhe është i detyruar, është i obliguar që këtë të na e bëjnë neve, por sa të dështoj formimi i qeverisë nga ana e koalicionit PAN që duket shumë e gjashme tashmë. Qëndrimi i ambasadorëve të Dellavi ishte shumë i qartë se ata do të bashkëpunojnë me çdo qeveri e cila arrin që ta kenë numrin prej së paku 61 deputetëve, siç e kërkon kushtetuta dhe ligji, dhe ishim dakord që gjithçka duhet të shkojë sipas vullnetit të qytetarëve, duke respektuar procedurat demokratike.